Video koment me titull "Klithja nga burgu e Agim Islamit që s'po e zgjon ndërgjegjen e politikës e pafuqishme shqiptare në qeveri". Nuk e di se si është ndjenja të jesh i burgosur, sepse aty nuk kam qenë kur. Por nga komunikimi me të burgosur, kam mësuar se është shumë e vështirë. Gjithsesi, nuk do të doja askush të vihet prapa grilave, megjithse fatkeqësisht një gjë e tillë është e pamundur. Thonë që këto vështirësi të burgosurve iu shumë fishohen, sidomos në raste kur atyre iu bëhen padrejtësi të mëdha gjatë proceseve gjyqësore, fjala bie vuajnë dënime në mënyrë të padrejtë, në mungesë të fakteve dhe provave që do të kishin dëshmuar fajësinë e të burgosurve në raste të caktuara. Fatkeqësisht nga rastet e këtilla më së shumti në shtetet e rajonit kanë vuajtur pikërisht shqiptarët, të cilët edhe dita ditës po vazhdojnë të mbajnë dënime drakonike me dekada. Nuk e di një rast të tillë të dyshimt për nga mënyra e caktimit të dënimit dhe sidomos nga mbajtja në burgim me kohë të kaq të gjatë, të ketë në ndonjë shtet tjetër të rajonit apo shteteve fqinje. Por ç'ti bësh? Shqiptarët e Maqedonisë vazhdojnë të vuajnë dënime drakonike nga procese të montuara politiko-gjyqësore, hiç më pak si në ish Jugosllavinë e Marshal Titos. Është interesant se edhe atëherë edhe tani, shqiptarët vazhdojnë të jenë viktima të regjimeve ku pjesë janë edhe shqiptarët politikë. Ti numërojmë disa prej tyre nga viti 1991. Rasti i ngjarjeve të Bitpazarit, afera e armëve, vrasja e protestuesit pranë Universitetit të Tetovës në vitin 1994, rasti i ngjarjeve të Gostivarit 1997, ai Sopotit në 2003, Brodeci, lagja e trimave, rasti Alfa, rasti Monstra dhe disa të tjerë. Në të gjitha periudhat kur kanë ndodhur këto raste të montuara, çuditërisht ka patur parti shqiptare në pushtet, bile edhe pjesë e komisioneve parlamentare që janë marrë me ndriçimin e këtyre rasteve kanë qenë deputetët shqiptar, duke filluar nga Ismet Ramadani, Mersel Bilali, Hajrullah Misini e të tjerë. Tek asnjë nga këto rastet kur nuk është zbuluar urdhërdhënësi ose ideatori i rastit në fjalë, që është kusht për ndriçimin e plotë të drejtë dhe transparent të rasteve të caktuara. Edhe atëherë, edhe tani, shqiptarët u vranë, u përndoqën, vuajtën dënime si rezultati pafuqisë politike të shqiptarëve në vendimarrje, respektivisht në qeveri. Edhe atëherë, edhe tani, qytetarët shqiptar u ballafaquan me padrejtësitë e shtetit në momentin kur shqiptarët politik pasuroheshin e shijonin privilegje e beneficione të cilat i mundoson të qenurit në pushtet. Fatkeqësia qëndron në faktin se të burgosurit nga këto procese të motivuara kryesisht politikisht, edhe sot po vazhdojnë të vuajnë dënimet. Njëri ndër ta është edhe Agim Islami, i burgosur për rastin Alfa që ndodhi në nëntor të vitit 2008 në Shkup, i cili po mbahet në burg tani më 18 vite me radhë. Edhe pse ka shumë dyshime për mënyrën se si sjell vendimi gjyqësor për këtë dëm drakonik, gjë të cilën e kanë pohuar edhe të gjitha partitë politike shqiptare gjatë fushatave zgjedhore, një qasje serioze nga partitë politike shqiptare për të rishqirtuar rastin e Agim Islamit, fatkeqësisht po mungon edhe sot e kësaj dite. Agimin e mashtruan kur e futën në burg. Agimin e mashtruan edhe gjatë fushatave zgjedhore. Agimin po e mashtrojnë dhe injorojnë edhe sot, megjithse gjatë fushatës zgjedhore i kishin premtuar shumë se do ta rikthejnë rastin në rishqirtim gjyqësor. Duke u përballur me këtë realitet të hidhur, ku faktori politik shqiptar, sikurse dje edhe sot, po tregohet i pafuqishëm dhe neglizhent, Agimi ditë më parë lëshoi ca klithje nga thellësia e burgut dhe shpirtit. Fatkeqësisht klithjet e Agimit edhe kësaj radhe po vazhdojnë të injorohen nga ata të cilët janë kompetent jo vetëm ligjerisht, por edhe moralisht. Pra, politika po manifeston arrogancë dhe mospërfillje
ndaj një të burgosuri të cilit po i premtojnë se do ta rikthejnë në rishqyrtim rastin tani më 18 vite me radhë. Kur shpresën ta vrasin ata që të kanë mashtruar dhe premtuar, pikërisht në këtë moment për të burgosurin fillon dhe mbaron e keqja e madhe. Agim, më falë, pavarësisht fjalëve dhe bla bla blave të mia në të shkruar apo në të thënë, nuk po mundem të bëj asgjë më tepër se kaq. Ata që duhej moti ose sot të kishin nxjerrë nga kazamatet, po kënaqen me premtimet në fushat se do të angazhohemi. Zoti të dha shëndet e fat. Kjo është e vetmja shpresë, të tjerat fatkeqësisht janë gënjeshtra të kolluara e mashtrime.